Së pari dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për secilin që ndër vite ka punuar me këmbgulje për këtë kauzë. Ne sapo ndezëm qirin në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, një simbolik e thjesht në dukje, por e thellë në domethënie. Siç do të thoshte Martin Luther King, errësira nuk mund ta dëboj errësirën. Këtë mund ta bëj vetëm drita. Andaj sot kur themi ma kthe dritën, flasim për dritën që i detyrohemi të vërtetës, për dinjitetin që u tentua të nëpërkëmbet dhe për jetën që u nda në dysh. Pak krime godasin qenje njerëzore me aq egërsi sa dhuna seksuale në luftë, nga se përmes saj sulmohet rrënjësisht vetë dinjiteti njerëzor. Dhuna seksuale si një ndër mjetet më mizore të luftës nuk është dukuri e vonë apo një shpërfaqje rastësishme e brutalitetit njerëzor. Ajo është e rënjosur thellë në historinë e luftrave si forme përsëritore në nënshtrimit dhe shkatrimit shoqëror. Që nga luftrat e lashta, trupat e grave janë trajtuar si pjesë e plaçkës së luftës dhe si territor që pushtohet bashkë me tokën. Në shekujt që pasuan, kjo praktik nuk u zhduk, por mori trajta më të organizuara. Gjatë luftës së dytë botërore, dhuna seksuale u përdor në shkallë të gjerë, nga masakrat në Azi deri te përdhunimet masive në Evropë, shpesh të toleruara ose të padënuara nga strukturat ushtarake. Në disa raste ajo u institucionalizua në sistemet e skllavërisë seksuale të vendosura nga ushtrit pushtuese. Në fund të shekullit 20 në konfliktet e ish Jugosllavisë dhe në Ruand, bota u përball me një të vërtetë që nuk mund të maskohej më. Dhuna seksuale që deri atëherë konsideroi pasojë e luftës u pasi instrument i saj, ashtu siç edhe përdorej, me vetdije të plotë si mjet terrori, si instrument poshtrimi, si mënyrë për të depërtuar përtej trupit njeriut dhe për të goditur dinjitetin e vetë viktimës, familjes, komunitetit, të vetë lidhjes shoqërore që mba një popull në këmbë. Pikrisht në këtë periudhë drejtësia ndërkombëtare filloi ta njohat si krim lufte, si krim kundër njerëzimit dhe rrethana të caktuara si element të gjenocidit. Megjithatë, edhe kur u emërtua juridikisht, ajo mbeti për një kohë të gjatë e mbyllur në heshtje shoqërore. Turpi u ngarkua viktimave, ndërsa krimi u zhvendos në periferit kujtesës kolektive. Në Kosovë, ky mjet brutal dhe mizor u ushtrua nga aparati shtetëror i Serbisë dhe nga strukturat e saj ushtarake, policore e paramilitare si pjesë e fushatës organizuar të terrorit mbi popullsinë civile shqiptare. Dhe kjo duhet thënë qartë, ishte pjesë e një mekanizmi të vetëdijshëm dhune, që kishte për synim poshtrimin, nënshtrimin dhe lëkundjen e themeleve të shoqërisë sonë. Mbi 20.000 gra, burra dhe fëmijë përballën me këtë krim gjatë luftës së fundit në Kosovë. Por ky numër është shumë më shumë se sa shifër statistikore. Ky numër nënkupton fate të cunguara njerëzore, familje që u detyruan të bartin në heshtje një dhimbje të madhe dhe jetë të tëra që u ndan përgjithmonë në dysh. Për vite të tëra pas çlirimit, kjo pjesë së vërtetës sonë mbeti në skajt të ndërgjegjes publike. Krimi ishte i njohur, por jo i shqiptuar me peshën që meritonte. Të mbjetuarit bartën në vetmi barën e asaj që duhet ta kishte bartur si përgjegjësi vetë shoqëria, ndërsa autorët e këtyre krimeve në shumë raste mbetën të lirë jashtë jurisdiksionit ton dhe nën mbrojtjen e Serbisë. Sidoqoftë, edhe në mes të errësirës u ndez një dritë qiriri, sikurse këta që i ndezëm ne bashkarisht sot. U thye heshtja, patëm gra dhe burra që gjetën forcën të flasin kur heshtja dukej më e lehtë. Gra dhe burra që nuk kërkuan të shihen me keqardhje, por të dëgjohen me dinjitet. Ata sot janë në mesin tonë. Këtu e kemi Vasfiën, këtu e kemi Shyretën, këtu e kemi Danin, të ndjerën Marte, Tunaj, të mbjetuar dhunës seksuale që me zërin e tyre ndryshuan jo vetëm diskursin publik, por vetë ndërgjegjen e këtij shteti. Fal atij guximi, Republika e Kosovës nisi më në fund të ndërtojë një përgjigje institucionale të denjë për peshën e kësaj çështje, duke nisur nga njohja ligjore e statusit të mbjetuarve të dhunës, te mekanizmat e verifikimit dhe mbështetjes e deri te përfshirja e kësaj dite në kalendarin memorial të Republikës sonë. Kjo datë lidhet me 14 prillin e vitit 1999, ditën kur u rrëmbye dhe u dhunua seksualisht Basfije Krasniqi.
Vasvije, ne jemi me ty, te e ke mbështetjen jo vetëm të institucioneve të Republikës Kosovës, por edhe gjithë kombit shqiptar dhe shumë e më shumë se kombi shqiptar. Në vitet e fundit, institucionet e Republikës Kosovës kanë ndërmarrë hapa të qëndrueshëm për adresimin e krimeve të kryera nga Serbia në Kosovë, përmes zhvillimit politikave drejtësisë tranzicionale që vendosin në qendër nevojat e viktimave, themelimit të institucionit për dokumentimin e krimeve të luftës, forcimit kapaciteteve edhe në polici, edhe në prokurori për ndjekjen penale, si dhe mundësimin e gjykimit në mungesë për kriminalët e luftës, sepse Serbia vazhdon të shërbejë si streh për shumë prej autorëve të këtyre krimeve. Tashmë në proces janë 12 akta akuza për rastet e dhunës seksuale gjatë luftës. E kemi një vendim të formës së prerë, pra një vendim dënues, aktgjykim dënues për këtë krim gjatë luftës, e po ashtu 2 vendime tjera presin që të marrin formën e prerë. Por drejtësia mbetet e cunguar për aq kohë sa shumë prej autorëve të këtyre krimeve jetojnë sot të lirë në Serbi, të strehuar dhe të mbrojtur nga një shtet që ende nuk është përballur me përgjegjësinë e vet për krimet e kryera në Kosovë dhe që vazhdon të refuzojë bashkëpunimin e plotë në vënien e tyre para drejtësisë. Prandaj përgjigjja jonë ndaj këtij krimi nuk mund të kufizohet në kujtesë ceremoniale. Ajo duhet të jetë politike, duhet të jetë juridike e morale. Politike sepse kërkon që shteti ynë të mos pushojë së kërkuari llogari. Juridike sepse drejtësia duhet përmbushet me ndjekje penale dhe dënim të kriminalëve. Morale sepse mënyra se si një shoqëri trajton mbijetuarit e saj tregon shumë për karakterin e saj. Po aq vendimtare është edhe betejë që zhvillohet brenda vetë shoqërisë sonë, përsa kohë një i mbijetuar ndjen ende nevojën të heshtë nga frika e paragjykimit. Detyra jonë mbetet e papërfunduar. Një shoqëri që ja lë viktimës barën e turpit e zgjat padrejtësinë për te i vetë krimit. Prandaj i takon edhe shoqërisë sonë të tregoj pjekurinë morale të një kombi që ditë ndaj qartë viktimën nga turpi dhe autorin nga përgjegjësia. Dhe Republika jonë, Republika e Kosovës, do të vazhdoj të dëshmoj me vepra se në këtë çështje nuk do të mungoj as kujtesa, nuk do të mungoj as drejtësia dhe as përkushtimi institucional.